një mas që dëgjova nga gjithë këto informacione, sepse u bë sensacional lajmi për shkak se individët ishin në kroqera, ishin në një anije të mbyllur, edhe thuaj sidomos për variantin e hatavirusit të cilët infektohet nga minjtë apo nga brecit tek njerëzit, që dhe kur pastron ato fisllëqet, domethënë që mund të kenë lënë kafshët, mos përdorni as vakum, sepse përsëri kalon në ajër, e thithat edhe ajo vakumi mban mbetjet, po ajri infektuar kalon, pra kërkoj më tepër me mënyra me sende të lëngshme. Ka logjik, ka logjik, domethënë puna se si mekanizmi i veprimit e si mund të transmetohet. Ka logjika ajo që po, do të thosha pse jo duhet të evitohet. Siç raportojnë nga mediat, ishte fakti që anija për shembull shkoi në një vend në bregun e gjelbërt në Afrikë, ku ata nuk ishin mundësitë mjekësore për të marrë masa të drejt për drejta, pasi është një vend afrikan. Dhe u detyrua, nuk e pranuan anijen as të akostoj, as të merrte shërbime, u detyruan të shkojnë në ishujt Kanarie të Spanjës, aty ku Spanja që si vend i të roqi ata pasagjerët e vet, pastaj të tjerët. Sot besoj do të mbrinë në Hollandë dhe mora vesh që gjithë anija patjetër kalon një proces desinfektimi total për të shmangur çdo burim të mundshëm dhe për mos e nxjerrë jashtë punë anijen. Se namin e ka të keq tash edhe vështirë se dikush do të hypi në atë anije. Jo ha punë këtij biznesi. Sa kështu duke mjaft e bukur, ëndra për një kroqerë është për këdo, sidomos familjet cilët janë në prag pensionit, edhe hajde ta kujtojmë në këtë mes të shkosh për qeve, të vish për, apo mos vish fare është diçka. Por do të ndalem edhe më tepër se dhe këtij specialisti kësaj fushë në ato këshillat që dha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Si të duken këto këshilla, dhe fakti që bëri sqarime që nuk është e njëjtë, nuk ka rrezikshmërinë e Covidit që ju përmendet, po si ka qenë reagimi? Po, reagimi besoj ka qenë i dur, edhe bota akoma është e freskët nga që kaluam edhe pandeminë e COVID-19, edhe ka dhe një farë paranoje, e cila në një farë mënyrë, domethënë njerëzit kanë të drejtë të tremben, të kenë një farë frike, sepse gjithmonë të shkon mendja a do kthehet një rrezik i ngjashëm atë të COVID-19. Duke ditur edhe faktin që ky virus nuk është i ri, është historik, është i pranishëm çdo vit, sidomos në rajonet e pjesët e botës që i përmendëm, Kinë, Brazil, Argentinë, Amerikën e Jugut në përgjithësi, më pak në Evropë, nuk është një diçka e re dhe shëndetësia nuk di se si ta trajtoj apo se si ta menaxhoj. Domethënë ato masa që janë, edhe ato këshilla që janë dhënë, janë të drejta, janë të sakta. Unë them gjithmonë, masat parandaluese janë gjithmonë më të mira, si çdo sëmundje tjetër, a ke mundësi që ta parandalosh dhe të marrësh ato masa para se të biesh në kontakt me virusin, apo që ta kesh edhe trupin sa më shëndetshëm, në mënyrë që edhe nëse ndodh një gjë e tillë, trupi ka aftësinë që ta luftojë dhe ta zgjesojë virusin. CDC-ja këtu po ashtu është shumë, ka qenë shumë afër kësaj pune dhe është monitoruar nga afër, nga që kanë qenë edhe vende të ndryshme të botës që janë prekur. Dhe vëmendja besoj ka qenë maksimale. Tani gjithmonë ekziston probabiliteti që edhe mund të përshkallëzohet, po do të thosha që ky probabilitet është shumë i ulët, duke marrë parasysh edhe masat që janë marrë deri tani. Madje është interesant fakti, doktor Genti, një sëmundje e mirë njohur si fruthi, thotë që është 5 fish më ngjitse se sa Covidi, e natyrisht është shumë herë më ngjitse se sa hantavirusi. Pse është neglizhuar? Po shohim shumë raste me fruth kohët e fundit. Ka një farë stepje për të marrë vaksinat,
pas virusit ka keq informime, si mendoni ju? Puna është se burimet e informacionit nuk vërtetohet dot, domethënë për sa i përket faktit që janë të bazuara në fakte shkencore, studime shkencore, a janë bërë analiza statistikore siç duhet, që të kesh edhe një pasqyrë më të saktë dhe që të bësh edhe një krahasim të periudhës se sa e ka fuqinë e transmetimit të frutit sot, sa raste të reja janë kapur në krahasim me atë që ka qenë dikur. Dhe pastaj ta lidhësh, domethënë, si janë kush ka qenë përqindja e fëmijëve të vaksinuar përpara dhe kush është përqindja e fëmijëve të vaksinuar sot. Domethënë, për këtë duhet të bësh një analizë shumë të thellë dhe të kujdesshme për të patur edhe konkluzione të sakta. Po, ekziston një predispozicion kohët e fundit që fëmijët po vaksinohen më pak kundra frutit. Edhe shpërndarja informacione për sa i përket sëmundjes së autizmit tek fëmijët dhe lidhja që ajo mund të ketë me disa nga vaksinat, më thënë, nuk akuzohet fruti drejt për së drejti, po akuzohet vaksina akuzohet sepse janë 3 vaksina që janë së bashku që jep për fëmijës. MMR-ja, measles, mumps dhe rubella, apo lia, fruti edhe shytat. Më thënë, ekziston kjo lidhje dhe njerëzit natyrisht që sot janë më të stepur, hezitojnë që t'i vaksinojnë fëmijët. Por këshilla që do t'i jepja unë edhe nga bisedat që kam bërë me ekspertë të shëndetësisë, ekspertë sëmundjeve infektive, sot është që të mos jepen të gjitha vaksinat kombinuara në një dozë të vetme apo brenda një dite, por të shpërndahen. Ja jep një vaksinë sot, tjetrën ja jep pas 2 muajsh dhe tjetrën pas 2 muajsh. Edhe sistemi imunitar i fëmijës mos goditet për njërësh. Po ky është një debat shumë i madh. Dhe është e vërtetë që shkenca her pas here duhet t'i bëhet një analizë e thellë në mënyrë që të shikohet, apo jep kjo vaksinë rezultatet që presim ne, dhe në qoftë se jo, pse? Apo jep mungesa e vaksinimit tek fëmijët sot një infektim më të shtuar të frutit, do thosha ndoshta po, sidomos në zonat rurale. Në zonat rurale ka një tendencë më të lartë që njerëzit mos e pranojnë shkencën. Plus edhe media sociale sot bënami, sepse kush do flet, kush do përhap informacion, dhe publiku i gjerë jo gjithmonë është në gjendje që ta dallojë se kush është informacioni i vërtet e kush nuk është informacioni i vërtet. Kush është ai personi që të jap një shembull. Gjitha studimet shkencore që bëjmë sot në botë, në mjekësi, në shkallë të gjerë, në gjithë botën, 90% të tyre dështojnë. Studimi bëhet sipas mënyrës së duhur, protokolli zbatohet nga A-ja tek Z-ja, por dështon që nuk e provon dot që një teori e caktuar të ketë suksesin e duhur. Domethënë mbetet vetëm një 10% që ne kemi sukses. Sukses do të thotë që nëse unë zgjedh një teori sot, për një sëmundje të caktuar, për një medikament të caktuar, 10% shanse që ky të aprovohet apo të ketë efektin që ne presim. Se shkencëtari gjithmonë shkon kundra teorisë vet. Nëse unë kam një teori edhe them që ky medikament funksionon për këtë sëmundje, kundra teoria është ma vërteto, se unë them nuk funksionon. Dhe gjithë puna ime që mund të bëj për 5 vjetësh, 10 vjetësh, si shkencëtar, është të vërtetoj që teoria ime funksionon. Sepse kundra thot nuk funksionon, ma vërtetoj që funksionon. E që të vërtetosh ti do të bësh studime që marrin kohë shumë të gjatë, buxhete. Po, nuk është aq e lehtë, do të thosh këtë që ne vërtet kemi bërë progres shumë të madh në shkencë, po kemi punë shumë më të madhe për të bërë. Nuk është, ne duhet të jemi shumë modest kur i paraqisemi arritjet tona. Janë bërë progrese të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme, por kemi një punë shumë të madhe. Dhe duhet ta fillojmë me atë që ajo që nuk dim është më shumë se sa ajo që dim. Edhe duhet kemi një mendje të hapur, duhet kemi edhe gjithçka është e mundur. Edhe të punohet pa fund, por që të punojë shkenca, duhet të ketë edhe fondet. Duhet të ketë fondet që edhe buxhetet e duhura.
Po kur buxheti të shkon për ushtrin, natyrisht që neglizohet shëndetësia. Ky është debat shumë i madh. Shumë i madh. Tani ta kaloj ke një debat më i vogël, po lidhet disi me mua. Unë kalova para 3 vitesh atë që në Amerikë quhen shingles, apo smundjen e zjarrit. Në fëmijëni kisha kaluar atë që duhet dhe e kalova sëmundjen, lind. Tani, pyes se sa e shkojnë farmaci më thonë, do ta bësh dhe vaksinën e shingles? Po i thash tash mund të kem imunitet, se unë 3 vjet përpara e kalova sëmundje. Nuk ka i procedurë të saktë. Mbas sa kohe lejohet mund ta bëj, apo duhet ta bëj më, apo duhet mos e bëj, dhe duke pasur dhe komplekset e vaksinave të Covidit, edhe unë kam hezituar, po kërkoja kohët e fundit, mezi gjeta një informacion që thoshte mbas kaq kohë edhe mund ta bësh, po ishte më tepër me AI se sa një informacioni drejt për drejt, atyre si besoj. I pyes farmacistin se di, e pyes doktorin se di, e thash po mirë s'po e bëj. Po shingles, shiko, është sëmundje është shumë debilituese. Nëse njeriu kalon shingles, sëmundjen e zjarrit, domethënë, dhe sidomos kur kap se udhton nëpërmjet nervave të trupit, nëse kap nervin, është një nerv i fytyrës, mund ta verboj personi. Ka dhimbje shumë të këqija, është shumë sëmundje keqe. Puna është se virusi, këto janë familja e herpes viruseve, këto jetojnë në trupin e njeriut, janë dormant, domethënë janë gjumë, domethënë nuk 60% njerëzve janë të infektuar, e kanë kaluar linjë për shembull në fëmijëni, e kanë virusin në trup, kupton, por nuk e dëmton. Ajo vetëm të dëmton kur trupi, sistemi imunitar dëmsohet. Stresi, ke kaluar një sëmundje, e ke parasysh, janë gjëra të tilla që dobësojnë sistemin imunitar dhe atëherë ajo të sulmon dhe shkakton shingles. Kjo vaksina që ka dalë për shingles është efektive, duket rekomandohet më shumë për moshat të 60 vjeç. 55-60 e si. 60 vjeç edhe lart, edhe nëse ke probleme imunitare. Domethënë, do të sugjeroja për grup moshën që ka dhe sëmundje shoqëruese dhe sistemi imunitar mund të jetë pak më i komprometuar. Doktor Genti, ne urojmë që të gjitha ata që patën fatin e keq të bëjnë këtë udhtim, jo kaq të hirshëm, me këtë krocerën, me këtë anijen, të cilët kaluan, mbaj mend, në anije ishte edhe një person i cili ishte nga Turqia dhe po tregonte se si po e përjetonin këtë sëmundje, që njerëzit ta gjejnë rrugën drejt shërimit të tyre. Sa veta ishin në Shtetet Bashkuara, thati unë di që një është infektuar dhe njëri është ka simptoma, po nuk duket. Më duket 3 veta të konfirmuar, më duket 17 pasagerë. Që kanë, më duket më shumë ishte shteti Nebraskës dhe Kalifornisë. Më duket edhe Texas i disa raste, por vetëm 3 raste janë të konfirmuara. Përsëri, të gjithë këta janë izoluar apo mbahen në monitorim. Nuk besoj se do të kemi një diçka që do jetë serioze për publikun. Prandaj përfundojmë edhe me sugjerimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Unë ndoqa live këtë konferencën e tyre të shtypit që hata virusi nuk është Covidi, nuk është Covid virusi, edhe nuk është korona virusi me gjithë emrin tërheqës, por shumë të rrezikshëm. Ne të shpresojmë që njerëzimi të gjej për çdo sëmundje mjekimin e tij në mënyrë që jeta të jetë sa më normale, edhe rregullat e higjienës, megjithatë njerëzimi, si në rastin në fjalë, nuk e dihet se nga të vjen. Të falenderoj shumë për këtë analizë mjaft të rëndësishme, edhe të uroj gjithë të mirat ju, edhe sukseset djemve në futboll. Faleminderit shumë. Edhe unë ju uroj suksese dhe gjithë mirat publikut që na ndjek. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund të emisionit tonë Argument, në cilët diskutuan problemin e hata virusit.
rrezikun e infeksionit të mundshëm apo jo dhe masat që duhen marrë. Miru takofshim në emisionet tjera.